Po, të shohim në qenë se çdo dikur t'i ka thonë që ta kryjmë kuvenin, pastaj ti që i ka numrat, shpresoj që i ka. Ne gjithmonë jemi konë edhe do t'jemi pro institucioneve, sa më shpejt që të krijohen, por nuk shoh që do të ketë një zgjidhje të qëndrueshme sot për sot. A mund votohet një qeveri me parti tjera ose një qeveri tjetër çfarëdo qoftë në mënyrë që të munget kriza buxhetore dhe situata tjera të krizës? Po duket që nuk kemi një qeveri programore që e kërkon Kosova, por më shumë do të ketë, ndoshta edhe nëse do të ketë një zgjidhje, më shumë duket që do të jetë një qeveri e pazareve se sa programore, dhe nuk e di që ka ofruar një program konkret se çka i ofron qytetarët një qeveri Kurti 3, për këtë arsye dhe jemi në këtë gjendje çfarë janë, të shohim a do të ketë numër. Faleminderit ju. Atë të ketë votë të dushë se të dina nga subjekti juaj politik për anëtarët e grupit parlamentar për këtë qeveri, pasi që shpesh është nëse ka votë për Dymal Bashën se mos ketë nuk kishte votë për Dymal Bashën, kishte votë për tentimin e 5 të 6 dhe ne u deklaruam që në rast që nuk do të jetë kandidati ish zyrtari i qeverisë do ta votojmë. Prandaj edhe majtëm fjalën edhe votuam, por gjithsesi që nuk pres që do të ketë një qeveri Kurti 3 në bazë situatës çfarë e kemi aktualisht. Nëse kanë arrit gjatë natës pazare individuale, ajo mjetet më pa, por me sa kam informata do tentohet në një votim në shef për shkak të noj kontrabande individuale të deputetëve. Faleminderit shumë, ditë marrë.